Ajo që ndodhi me Selinën dhe maman e saj është një nga momentet më të forta emocionale që mund të jap një reality show si Big Brother. Nuk është më thjesht lojë, strategji apo fitore, është përballje mes binitetit personal dhe spektaklit. Le ta shohim pak më thellë këtë situatë. Fjalët e mamas në fillim janë thelbësore. Ajo nuk hyn duke e kritikuar, por duke e ngritur vajzën e saj. Je vajzë e fortë, me edukat jemi krenar për ty. Kjo është një mënyrë shumë e qartë për t'i kujtuar Selinës identitetin e saj jashtë lojës. Në një ambient si BBV, ku çdo gjë deformohet nga presioni, izolimi dhe konfliktet, një kujtesë e tillë është si një rikthim në realitet. Por pastaj vjen kthesa e fortë. Kur ajo thotë që 48 orët e fundit kanë qenë përdhosje dhe për ulje shumë e madhe, mesazhi nuk është më vetëm emocional, është një vijë e kuqe. Nëna po vendos një kufi, ka një pit ku loja nuk është më lojë, por cenimi i dinitetit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse në Big Brother shpesh normalizohen situata që jashtë do konsideroheshin të papranueshme. Fyerje, presion psikologjik, poshtërime, të gjitha justifikohen me është lojë. Por familja, sidomos një prind, e shen ndryshe, për ta nuk është spektakël, është fëmia i tyre. Kërkesa për ta nxjerrë Selinën nga shtëpia është akt i fortë dhe i rrallë. Nuk është thjesht reagim emocional, por një deklaratë publike, më mirë të dalësh me dinitet se sa të qëndrosh duke ulur si njeri. Fraza tjetër ka shumë peshë, ti I përket dyrëve të artit, jo dy njerëzve. Kjo është një mënyrë për të thënë që Selina nuk duhet të lejojë që niveli I saj të përcaktohet nga sjellja e të tjerëve. Pra, nuk është vetëm mbrojtje, është edhe rikthimi I vlerës. Nga ana tjetër, kjo situatë hap edhe një debat të madh. A duhet të ndërhyjë familja në lojë? A është kjo një mbrojtje e drejtë apo ndërprerje në një rrugë që Selina vetë e kishte zgjedhur? A tregon kjo që situata brenda ka kaluar kufit normal të një reality show? Për shumë njerëz, ky moment e përforcon idenë që diçka nuk shkoi si duhet në ato 48 orë. Kur një prind del publikisht dhe kërkon largimin e fëmijës së vet, zakonisht nuk është për strategji, është për mbrojtje. Në fund, pavarësisht nëse Selina do të largohet apo jo, një gjë është e qartë. Ajo tashmë ka fituar diçka që shpesh vlen më shumë se çmimi, mbështetjen e plotë dhe krenarinë e familjes së saj. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ky moment po prek kaq shumë njerëz, sepse na kujton që përtej lojës, famës dhe votave ka diçka më të rëndësishme, diniteti dhe njerëzilliku.